Shikues të dashur, mirë se takohemi edhe sonte pranë ekraneve të PIS TV-s, në këtë natë penedeve të bekuara të Ramazanit. Si çdo herë edhe sonte lutim Allahun subhanahu wa taala të na pranoj ibadetet, punë dhe angazhimet të cilat i bëjmë. Allahu xhalla shanuhu qoftë i kënaqur me çdo punë të cilën ne e bëjmë. Na i falt ato të cilat janë mangësitë tona e që janë pjesë e njerëzorës, e me rahmetin e mëshirën e tij na i plotësoft ambicjet tona për të arritur faljen dhe mëshirën e tij. Ne sonte jemi me një temë shumë të nevojshme që ta trajtojmë sidomos për gjeneratat e reja. Për ata të cilët ndoshta jo rrallëherë i shohin historinë tonë të shkputur dhe e shohin atë të nisur nga një pikë e caktuar e jetës së tyre. Rezistenca e ushqyer nga besimi. E kush më mirë se i ftuari jon mund ta trajtoj këtë temë. Andaj bashkë me juve i dëshirojmë se ardhi hoxhës së nderuar Fatmir Latifaj. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, vëlla Blere. Respekt. Kënaqësi që jemi së bashku, hoxh i nderuar. Së bashku gjithë, si në kupaqe, po edhe para tyre që i kishëm para 27 viteve, në ku rezistencë tamam po përkon me temën, me emrin e Zotit, duke falenderuar dhe duke kërkuar ndihmën e tij absolute. Gjithsesi shumë selam dhe shumë salavat e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, familjes së tij të bekuar, shokëve të tij të nderuar dhe gjithë besimtarëve dhe besimtareve kudo që gjenden ata dhe ato. Inshallah na mundson Allahu të na përdorë në rrugën e tij për të rezistuar mënyrën më të mirë të dinjitetshme të mundshme dhe me Allahun para gjithçka është shumë e lehtë. Allahu shpërblet hoxhët, të roft të pranosh punët e veprat e mira, Amin. të dash shëndet e energji që ta vazhdosh rrugtimin të cilën e ke nisë ti e kemi nisë pastaj secili prej neve. Hoxh po filloj kështu. Historia jonë si popull ka kaluar për momente të caktuara, momente të cilat jo rrallëherë kanë qenë momente të vështira, në të cilën është dasht një forcë e madhe, është dasht një energji e madhe, është dasht një rezistencë e madhe për të bërë ballë, qoftë armiqve të jashtëm, qoftë shpesh herë edhe atyre të brendshme të cilët me synimet e tyre e kanë pasur se ta ndalin rrugtimin e popullit tonë. Si lidhet rezistenca jonë si popull me parimet e besimit dhe me mësimet e fesë? Shumë bukur. I madhi Zot thot në surën Al-Ankebut. Surja Ankebut, kaptina Marimangës, i ka 69 ajete. Ajeti fundit, thot Zoti, "Walladhina jahadu fina", dhe ata që u mundun me ardhë të na. Unë e bëj përkthimin duke përshtat me ata që kuptuat. Që shumë është e thjeshtë, se gjua shqipe ka shumë shkronja dhe ka shumë shprehje të bukura që me emrin e Allahut, porositë e Allahut, edhe pse në gjuhën arabe, përshtaten në çdo gjuhë dhe në çdo kulturë. Ata që mundun me ardhë të na, "Walladhina jahadu fina, lanahdiyannahum", gjithsesi, thot Zoti, ne do t'ja zgatum dorën atyre. Edhe do të vinë ata të na, se na i mbështetëm, i përkrahëm, edhe i do t'i qëndrojmë pas. Edhe me plot kuptimin e fjalës, historia jonë, sidomos e fund shekullit kaluar, se tash vesh një qerek shekullit 21, jemi duke harxhuar një të katërtën e shekullit 21, me të vërtet shkon edhe përkon shumë bukur me atë që ka thonë Zoti në këtë kaptin të bekuar. Për momenti kjo kaptin më kujtu se ka shumë ajete, shumë hadithe që flasin pikërisht që e nxisin robën e Allahut që me kërku të drejtën e tij elementare dhe themeltare. Shumë është interesant se të gjithë besimtarët tanë, shqiptarët, që na jemi me shumicë absolute të fesë sonë islame, por edhe vëllezërit e gjakut të besimeve të tjera, me plot kuptimin e fjalës e gjejnë shumë të koordinuar bukur mes asaj që ka kërku Allahu dhe atë përvojën, atë eksperiencën që me heroizmat, herojt dhe heroinat tona, edhe njerëzit tanë, pavarësisht ku gjenden sot ata, shumë është interesant se kanë ditë ta jetësojnë kërkesën e Allahut që i drejtohet njeriut. Njeriun i madhi Zot e krijoi mbret edhe vendosi një ekuilibër të hatashëm me prezencën e njeriut në tokë. Edhe nuk ka drejt njeriu t'ja mohoj të drejtën atij. Qoftë runa Zot edhe në mosbesim
Ne nuk e kemi të drejtën prej Allahut, ja mohojmë të drejtën e atij tjetrit. Ose ta përdorim dhunën. Ose ta përdorim dhunën apo imponimin, qoftë mendimit apo edhe të besimit. Derisa Zoti e ka bë legjitime se cili njeri ka të drejtë me e pas besimin, kulturën, mënyrën e të besuarit, e të shprehurit, e të jetuarit e kështu me radhë. Populli shqiptar dihet fare mirë se ka hjek zgjedhjen e robërisë, pikërisht kur mendësia e këtij populli nuk lejonte të zgjatte atë robëri e cila ishte, do të thotë, deri në shkallët më të ulta të njerëzorës, dhe shqiptarët fal Zotit, pastaj fal kontributit, gjakut, shahidave tanë, përveç se arritën ta bindin, do të thotë, faktorin ndërkombëtar që të na ndihmojnë, por të njëjtën kohë shihet asheqarës që ky kontribut, ky angazhim, kjo përpjekje përkon me atë që kërkon Allahu. Shumë është interesant se besimi jonëve na thret në lëvizje. Besimi jonë na thret në mund, dhënien e përpjekjeve, angazhim, sepse Allahu nuk i fali njerëzit perfekt, por Allahu azza xal i fali njerëz për ta plotësuar njëri tjetrin. Edhe tek rezistenca jonë kombëtare është se si do të thotë grupe kanë plotësuar njëra tjetrin. Do të thotë duke filluar për mërgatës që nuk na lejon me trokit në dyrët e dushmanit ton, se që thot populli buka njeriu në qënë të dera hasmit, na nuk duhet me harru, sepse na edhe kemi përjetu vetë, kur prindrit tanë pa të drejt, do të thotë na u largun nga vendet e punës, një popull mbi 1 milion u përishtu nga e drejta e mësimit, nga e drejta e vetbesimit, e kështu me radhë, shihet asheqare se mërgata, djemt dhe vajzat tona që ishin dhe dolën një masë e madhe, me asnjë rrethon, edhe pse trupin e kishin në mërgat, ëndrat dhe shpirtat e tyre ishin në Kosovë. Pra, ajo ishte një nga format e rezistencës. Një nga format e rezistencës. Sigurisht se pastaj forma, themi finale është ajo e luftës edhe e kontributit. Po brenda këtyre, a kishte edhe forma tjera të rezistencës, se popullet tonë, rezistenca këto cilat ishin të ushqyer nga besimi, pra, parimet besimit të cilat i kanë bë ballë qoftë asimilimit, qoftë domethënë shkrirjes së tyre kështu me radhë. Feja jonë islame ka dhënë kontributit të jetë në superlativ për të rezistu asimilimit, për të rezistu madje analfabetizmit, për të rezistu madje edhe të gjithë atyre ndërhyrjeve në të cilat sistemi monist ose thënë më mirë regjimi i Miloševićit tentonte që shqiptarët përveç që të diskriminoj, për një të kohë të përçaj. Për shembull, në aspektin e formës se rezistencës, besimi jonë gjithmonë duke ushqyer këtë rezistencë kombëtare për të bërë ballë atij sulmit hegemonist të atij regjimi totalitar që përjetu me lëkurat tona. Shumë është interesant që elita e hoxhallarëve të kohës i hapën dyert e xhamive, i hapën dyert madje të medresës, edhe format e para të rezistencës paqësore në fund vitet 89, fillimit e viteve 90, kryesisht shumica absolute e gjithë atyre kuvendeve, e gjithë atyre tubimeve u mbajtën në ombrellën e Bashkisë Islame. Gjithmonë, do thotë, xhamit tona, mektebet tona, medresja mesme Alaudin që ka luajtur një rol të jetë vendimtar mbi 1000 tubime të atyre organizimeve të kohës, u mbajtën pikërisht në strehjen e medresës së mesme Alaudin. Kjo ishte e para. E dyta, që shumë është interesant, që populli shqiptar në atë kohë ku ju mohua e drejta e gjithë shkaje, edhe mbeti plotësisht një errësirë, qoftë informacionit, apo qoftë zgjidhjeve të problemeve të natyrave të ndryshme, hoxhallarët tanë, prisët tanë, intelektualet tanë, në bashkëpunim madje edhe me imamët tanë, me të vërtetë kanë luajtur një rol të jetë konstruktiv, dhe nuk e lejuan popullin shqiptar, se në atë kohë ishte shumë e theksuar madje edhe hakmarrja dhe gjakmarrja. E pikërisht unë këtu nëse më lejon, në këtë pikë kisha me ngërthy një mençuri të kohës të dietarëve, të hoxhallarëve, ku pikërisht regjimi totalitar i kohës tentonte të mbjelltat urrëtitjen ndërfetare, se gjëja këta, pse janë me shumicë absolute islame, dëshirojnë në zemër të Evropës ta mbjellin një shtet islam me kutadiune, ashtu si e han pazari këtë, si në të kaluamën, po edhe tash herë mundohen ta materializojnë këtë çështje,
edhe shumë bukur e bojnë. Për shembull, kemi hoxhën e bekuar, hoxhë Idris Kokrukun, I cili njihet prej nismetarëve të parë, bashkë me plakun e urtë Anton Qetën, e hoxhallarët e kohës mblidhen, Molla Xhevatin e shumë mullaje, shumë dietare, shumë hoxhallare, shumë mëzinllare, që mos m'ja humb, domethënë hakun askujt, po edhe priftëri të tjerë, sepse duhet jemi real në këtë drejtim. Por shumë është interesant për shkak strukturës shumicë absolute islame këtu, thonë na përjetar të kësaj nisme të pajtimeve të gjaqeve, do të vendosëm plakun e urtë Anton Qetën. Edhe pse ishte I besimit katolik, por një farë forme e kanë thonë madje edhe në komunitetet ndërkombëtare, organizmat të ndryshëm që e përënin kohës, jam të full për para afro 40 vite prej tash, o shumë është interesant që ku kanë tentu poshtuesi Serboslav të mbill farën e vllavrasjes edhe të runazët të luftës fetare në Kosovë, që asnjëherë, kurrënjëherë tek shqiptarët as ka ndodhur, as ka më ndodhur, se ne jemi gardiant e këtij komunikimit ndërfetar, e këtij mirëkuptimit tonë, e kësaj atmosfere të bukur edhe relakse, secili e ka besimin e vet, secili e ka mënyrën të shprehurit të mendimit vet. Shqiptarinë e kemi së bashku, historinë e kemi së bashku, flamurin e kemi së bashku, jetojmë në kupën e qiellit të Kosovës, e të shqiptarisë në përgjithësi. O shumë është interesant që kjo është përgëzuar madje edhe asoj orvatje kanë, domethënë, ju është dhënë një grusht I hekur se ne për interesin tonë kombëtar të së bashku bëhemi. Prandaj feja jonë me mësimet e Allahut, me mësimet e vet Muhamedit tonë alayhi salatu wassalam, madje duke marrë për bazë edhe kushtetutën e parë që erdhi pejgamberi jonë alayhi salatu wassalam pe Mekën në Medinë, kur erdhi në Medinë ato gjeti besimit jahudi, e të besimit krishter, e të besimeve të tjera, edhe këtë mënyrë të kësaj tolerancë, të këtij komunikimi për të bashku për interesat domethënë madhore të përbashkëta, na kemi yrnek dhe shëmbëltyr profetin ton alayhi salatu wassalam. Prandaj aq shumë është e bukur kjo sferë të diskutohet, sidomos tash gati 30 po bën vite pas gjithë atyre ngjarjeve, pas gjithë asoj katrahyre që përjetoi populli shqiptar, qëndruam stoik, edhe dashuria, tamam sikur edhe thuhet që dashuria ndaj atdheut është produkt dhe fryt I dashurisë ndaj imanit. E populli shqiptar bukur e gjejmë pastaj edhe kohën e luftës, kohën e rezistencës, ku na kemi mbi 40. Po do të flasim pak më vonë, tek pjesa e fundit, po më intereson hala me e fuqizu këtë pjesën e rezistencës, ndoshta të padukshme dhe të pavlerësuar, por shumë jetike dhe shumë të nevojshme, çështja e unitetit, çështja e afërsisë, çështja e kontributit që përmende, që mendoj shumë është më rëndësi. Mendoj se është edhe një aspekt tjetër I rezistencës përballë përpjekjes se po themi ta asimilojë, se ta shuaj popullin ton dhe atë nevojën e tij dhe të drejtën e tij për të kërkuar lirinë e tij, e që është aspekti shpirtëror dhe moral. Pra, cili është roli I prezve fetare, cili është roli I hoxhallarëve në vetëdijsimin e popullit në ruajtjen e vlerave morale, edukative, familjare, shoqërore, vlera të cilat po të mos ishin, vështirë ndoshta që do të paramendohej edhe rezistenca e hapur pastaj edhe ajo vetdia për të kërkuar edhe lirinë. Pa fije dyshimi, prisët tanë, imamët tanë, dietarët tanë, pavarësisht për niveleve të përgatitjeve të tyre, shihet aktiviteti I tyre edhe është diçka që nuk mohohet, sepse shumica absolute e popullit shqiptar e mban mirë këtë mend dhe është e memorizuar, është e skalitur. Përpjekja edhe të njëjtën kohë qendresa e këtyre njerëzve, dietarëve tanë, njerëzve hoxhallarëve tanë, për cilët ky popull dhe historia shqiptare I ka bërç ta prezantoj realisht se si ata kontribuon në bashkimin e forcave tona, në bashkimin e zemrave tona, sepse nuk bashkohen trupat pa u bashku zemrat, edhe shpirtat dhe idealet tona, edhe kontribuan në forma të ndryshme, sidomos në ruajtjen e kompaktësisë dhe atij unitetit në të cilin në atë kohë regjimi totalitar serboslav që tentoi në çdo aspekt të hapte plagë. I dashuri, Blerim, na jemi dëshmitar të këtyre rrethanave, këtyre rrjedhave, ku me një pushk, do thot pushteti serboslav, ka arrit
ti hap 7-8 gjaqe në mesin e shqiptarëve. Këti ja ka marrë, ja ka dhënë atij tjetrit me ato, u shku e ka vëra këta, gjithmonë domethënë tu i nxit edhe tu munu. Për këtë arsye, hoxhallarët tanë gjithmonë kanë qëndru pranë këtyre familjeve të prekura, të plaguara në kuptimi shpirtërisht, edhe besa të viktimizuara, qoftë nga pushteti i kohës, por qoftë edhe nga rrethonat në të cilët jetonte populli shqiptar në asaj kohe. Gjithsesi e përmend edhe një pikë çështja e moralit. Ashiqare na jemi dëshmitar të kohës ku në njëherë tash po më kujtohet një ngjarje që ndoshta nuk e kam përmend kurrë, po që Zoti më frymëzoi tash për ma sjellin kujtesë. Ekskluzive ndoshta. Është ekskluzive. Isha duke shku në medresën e mesme Laudin, edhe gjatë rrugës ndodhi një aksident, njëri e godet të stacioni autobusave. Isha do të thotë në Mitrovic, hypsha në autobus edhe shkojsha në atë kohë si nxënës i medresës, edhe godet një vajzë me kerr. Edhe ajo në gjendje shumë të lahtarshme, edhe i ndihmojmë na kush qëllojmë kalimtar të rastit. E di që kur i ka ardhur vedia, thot pasha Allahin, mos lejoni më zhvesh të mjekët, sepse në atë kohë spitali në veriu në Mitrovicës nuk ishte me shqiptarë mjek. Ja kom dhënë besën, thot babës që trupin tem ka me pa veç burrin të cilin ai ma bën për hajër. Kjo është tash më kujtu subhanallah sa vajzat tona që morali tyre ka qenë pjedestal, se dilin nga një edukat e madhe e nanave dhe lokeve tona. Falë sa më të Allah shpërblet. Ajo dashni për të sakrifiku, për të rujt moralin, se joshjet kanë qenë të mëdhaja për i pushtetit. Madje kemi na shumë edhe gjatë aradhëve të UÇK-s, plot vëllezër tonë, shokët tonë, kanë humbi jetën me i mbrojt moralin, e bijave dhe nanave tona që kanë tentu ata gjakpers me na i dhunu. E lusë Allah në madhë të barëka u tala për angazhimin edhe këtë kulturë të mbjellur që e dhanë populli shqiptar në krye me ta me hoxhallar të bekuar që do të thotë në format ndryshme, madje deri ato që as shejtanit nuk i bjen men, që kanë bën pushtet, kanë fjalën okupatori serboslav, për të mbjellë huti, për të mbjellë edhe për të shkatërru, e populli shqiptar gjithmonë ka gjetë forcën e shpirtit, sepse kur shpirti është i këndellur, kur shpirti është gjallë, sado që trupi është i lodhur, me emër të Allahut aspiratat nuk janë larg këtij. Ai e merr veten. Ai e merr veten. Edhe nuk bën me hiq dorë. Allah shpërblet për këtë. M'fal se përkundrazi, ndoshta shumë e nevojshme që ta ndëgjojnë secili njeri i kohës, sot kur ndoshta çështja më e pavlerë dhe çështja më lehtë që njerëzit e shesin dhe e dhanë është çështja e nderit dhe moralit, sigurisht se kjo lidhshmëria e saj me besimin është e pashkputur. Faktike. E pashkputur. Përveç kësaj pjesës sigurisht se moralit, familjes, e kështu me radhë. Mendoj atë duket ose ata marrëmendja se ishte edhe një element shumë i nevojshëm dhe shumë i domosdoshëm i rezistencës cilën në atë kohë, po besoj që njerëzit që më shumë të kanë pas komunikim me masën kanë qenë presit fetar. Për shkak të mungesës e media, për shkak të mungesës e atyre që sot njihen në rrjetet sociale dhe të komunikimit në atë kohë ishin inekzistenciale. Vetmi mundësi e komunikimit me masën pra ishin hoxhallar në për xhumaja, në për raste të ndryshme kështu me radhë. Sa mbajten gjallë pra ligjërimi i hoxhallarëve, mësimet të cilat ata i kishin nga feja, nga Kurani, nga hadithet e pejgamberit, apo nga historia, që të njerëzit ta mbajnë gjallë atë forcën dhe shpresën në të njëjtën kohë.
sepse ne e dim se po ua heke shpresën një populli, ai edhe po i pat të gjitha mundësit, ai nuk do të lëviz përpara, ndërsa të na ka ndodhur diçka krete kundërta. Po cili është roli i hoxhallarëve në këtë rast? E çfarë mund të thesh për ligjërimin që ata patën, për shpresën që ata e dhanë popullit, që ata të rrinë kompakt dhe njëkohësisht të shpresojnë edhe të kenë bindje në Zotin se një ditë do të vijë ajo që ata e kërkojnë. Vetë prezenca e numrit të madh pjesëmarrësve në UÇK, në përbeteja aktive, pastaj duke i qëndru besnik kauzës edhe kushtrimit të Adem Jasharit, kryekomandantit ton legjendar, që nuk ka projekt më të qelluar, a më të bekuar në trojtë e shqiptarëve prej lidhjes Prizrenit e deri në ditët sotme se sa UÇK-ja, me gjitha komponentet e saj, me gjitha organizimet logjistike, organizative, pjesëmarrëse aktive, duke filluar prej secilit këndvështrim. E për nga përqindja, këtu e tham me përgjegjësi intelektuale, edhe e tham me përgjegjësi fetare dhe kombëtare. Për nga përqindja aktive e profesioneve, hoxhallarët bartin me krenari safin e parë, numrin e parë, përqindjen më të lartë të mundshme, që gjithmonë kanë qenë prezent, ligjërimet e tyre, afërsia shpirtërore, mbi 270 hoxhallar aktiv kanë marrë pjesë duke bart uniformën e UÇK-s, mbi 40 dëshmorë tanë, hoxhallar, duke fillu prej shokëve tanë më të ri, të mundsh, për nga mosha. E deri të hoxha më i vjetri, që është vranë në Istikam, deri në 80 vjeçar kemi shahid Molla Xhemal Mziun, rahmetullah alejhi, që është vranë në sejdë, se ka lëshu pragun e shtëpisë, dëshmon qartë që Allahu Dhul Xhelal populli shqiptar e ka dashur të mirën, edhe ka dëshmu në histori prezenca dhe ngjyrimi i mësimeve të Kur'anit edhe të haditheve të profetit tonë alayhi salatu wassalam, se njeriu nuk e lëshon vatanën e tij. Njeriu nuk hjek dorë prej të drejtës se Allahu azza wa jalla ia dhuroi atij. Prandaj shpresa sa do të gjithçka është vëra popullit shqiptar. Shpresa qëndroi në këmbë. Në mënyrë hipotetike, nëse më lejon, unë e prezantoj madje edhe figurative. Ku vrehet shpresa popullit shqiptar? 1435 fëmijë janë vrarë. Fëmijë. Mbi 20.000 gra e bija janë dhunu. Mbi 1 milion janë deportu. 13.000 janë vrarë, janë sakatu. Infrastruktura është demolu. Shpresa shqiptarit vrehet në 2 pika. Këto e thamë, kjo është qëndrimi jam, kjo është mendimi jemi, por kam argument, sa të shihen. Se cili shqiptar dhe shqiptare, le ti merë fotografit e le ti këqyrë, e le ti bën analizë, shtëpiat e demoluara, qytetet shkatëruara, fshatra inexistente që i kanë shkatëru, bërmbi 400 masakra që i kanë bo ata genocidial, Allah i mallkoft, zullumqar deri në ditën e kiametit. O shumë është interesant që 2 gjëra nuk kanë mujtë me shkatëru. Minarët e xhamijeve tona, edhe oxhaqet e shtëpiave tona. Merë shikoj, këtu kanë me tronë sy, minarët edhe oxhaqet. Se në ato oxhaqe është dhomë buka, është gatu buka, buke kripe zemër. Dhe sa në minarë është i dhe sa. E minarët tona tregon qartë lidhja e këtij populli me besimin. Para stash për ta marrë edhe një paralele për ta tërheqin nëse më lejon. Serboslavi para se filloi lufta frontale e Likoshanit, e pastaj masakrës në Prekaz të Jasharit, që është një gjenocid haptaze, ka ndodhur vrasja 2 personaliteteve të mëdha, edhe ato pastaj ka dalë në skenë UÇK-ja. Nuk kemi çare pa i përmend. Të 2 personalitete,
është vrasja e mësuesit Halid Gecit në Laush, edhe vrasja e Hoxh Hajdinit, imamit xhamisë të Laushës, që fatkeqësisht shpesh këtij personaliteti dytë ne i himin hak. Edhe e lojmë si në rësirë, por më këtë ka dashur me tregu Serbia se unë ty ta vras shkollën e ta vras besimin. Se kur njeriu s'ka besim, atij i mungon shpresa. Sepse shpresa rrejnë nuk i ka kërkun tjetër, përveç se në besim. Sepse besimi jonë ngërthan shpresë. E kjo arta si tregon që kemi histori të begat, edhe kushdo sot tash, mas 27 viteve, munohet ta vendos në errësirë kontributin e fetarëve, kontributin e vëllezërve tanë, po edhe të tjerëve të cilët madje edhe nuk i besojnë do thotë fesë tonë, ose nuk pranojnë me jetu sipas parimeve të besimit tonë. Na jemi të lirë o vëlla. Derisa Allah Azza wa Jall i ka leju të gjithë të shprehen. Na nuk e kemi të drejtën me ja mohu. A pe vrenti me komoditet sa që përmeni emrin e Anton Qetës une? Pse une e tham lirshëm? Se kontributi ti është faktik nuk mohohet. E kontributi jo me qindra mija kënena që jemi? Pse të dëshiron dikush me tendencë ta bëj e ta ngjall këtë pikë? Pikërisht për këtë çështje, po du me që jemi po thuaj se në fund Dashë rrimi densifer. Kemi taravit për ndryshe. Që përmene dhe sa shifrat frikshme, cilat i the pak ma herët, dhe sigurisht se këta minuta janë ndoshta shumë të pamjaftueshëm për ta trajtuar këtë histori të popullit tonë. Po flasim për një periudhë, po flasim për një histori të tërë të popullit tonë, edhe ndoshta askujt më mirë se sa juve nuk përshtatet, edhe ndoshta krejt këto mund me fol dikush tjetër, po ndryshe është nga ata cilët i kanë përjetuar, madje i kanë lënë edhe gjymtyrë të trupit si dëshmi e asaj të cilën e flasin. Ta mërmenja hojë se ndoshta si rezultat e asaj dëshirës sonë që veprat tona të mbesin të fshehta për Zotin. Dhe shumë nga kontributet cilat janë bërë, madje na njohim shumë edhe shumë personalitete cilat nuk kanë dëshirë që të përmenet emri as të flitet për ta, sepse e kanë pasit nevojshme të kontribuojnë për atë dhënë për vendin e tyre në kënaqësi të Zotit. Pa marketing. Pa marketing. A është shfrytzu kjo nga një kategori e caktuar që të tentojnë që të përvecojnë këto merita, kjo e para, dhe e dyta, po du me bashkë me këtë, po e përmbledh pastaj edhe si mesazh për shkak të kohës, edhe atyre të cilët me dashje pa dashje, me vedi ose pa vedije, po e bëjnë një lloj ndarje, edhe një lloj po dëshirojnë me e vendos në harres krejt këtë histori, dhe sikur gjithçka ka nis prej neve ose po nis prej neve. Sa është rrezikshme pastaj kjo? Po se ta trajtojmë parën edhe dytën, bashkë me një mesazh përfundimtar që po kam dëshirë me ndëgju, petejnë këta pak minuta që na kanë mbetë. Une këto dy pika i përmbledhin në një fjali. Ati që ka humbë, ose ati që ka ikë, ma mirë me thonë. Që ka ikë lavdia betejave, nuk do duhet të ikë krenaria fitoreve. Sepse në krenarin e fitoreve të gjithë jemi pjesëmarrës. A në lavdin e betejave janë njerëz të zgjedhur të perenis, që Allahu Azza wa Jall i ka mundësu të kontribuojnë këtë drejtim. Mirë po këta tjertë, shumica absolute tjetër, e cila nuk ka pas rasti ka qenë, po përgjigje ka qenë shumë e vogël në krahasim me prezencën, në krenarinë e fitorëve tyre burrave në lavdin e betejave nuk bën me mohu. Edhe ata të cilët e bojnë për hir të Allahut, por të njëjtën kohë e tregojnë heroizmin, e vënojnë shumë, edhe ikin vetës së parë. Edhe sidomos tash është kërkesë imediate, sepse shqiptarët hanë e dënë, po shprehna zhargonin popullor. Gjithmonë e kanë bërë historinë, por fatkeqësisht të tjerë e kanë shkruar. Edhe ata që kanë shkruar ata janë që si besojnë Allahut. E njeri që si beson Zotit, ai edhe rran, edhe përvecon merita. Përveç se përvecon meritat, por edhe krenohet në ranën e vet, edhe ta imponon ranën e vet. Prandaj populli shqiptar nuk duhet me ushqy këtë diskurs, i cili po mundohet në dy aspekte, shumë bukur e the. Ti përvecoj meritat e të tjerëve, edhe e dyta të hedh baltë
për mbi liridashësit, sidomos me gjykatën speciale që është. E presim, i lutëm Allahut, nëse më lejohet për mediumit juaj, t'i bëj apel xhamatit, niftar edhe nëse lutin e Allahun që të përfundoj me drejtësi, pa politik, pa anime politike, por me drejtësi se është në pyetje kauza e atdheut tonë, e popullit tonë, e shtetit tonë, është kauza UÇK-s që të lirohen ata burra që të vinë në atdheun, të dhojnë kontributin, edhe gjithë së bashku, pavarësisht kudo që gjindemi ne, çfarë do rrethane, ta ndërtojmë me halal, duke e çu lartë më lartë kauzën e Adem Jasharit. Qofshet bekum. Në Ramazan jemi lusim Zotën e Madh të shpërblej të gjithë ata që kanë shkuar Zoti. Gjithë ata njerëzit që kanë dhënë kontribut këtë drejtim, ata të cilët ishin truri i organizimit, edhe me të vërtet mos të bëhemi argat drejqet, por të bëhemi argat e Allahut. Amin. Hoxha të kënaqësi. Allahu xhaleshano shpërbleft të pranoj fund dhe veprat e mira ty dhe amin. Zoti na mundsoft që të lënë gjurmë të mira, se nuk muj me bëmi të paktën të mos bëjmë dam. Kujt i ka ikë lavdia betejave, mos t'i ikë krenaria fitorave. Po e përmbyllim me këtë thënie të hoxhës së nderuar, kujt i ka ikë lavdia e betejave, të paktën të mos i ikë mundësia e lavdisë së fitoreve. Në momentin që ne i pranojmë meritat e tjerëve, ne asëse nuk do të bëjmë padrejtësi, dhe në asë në rëthan nuk do të vendosim vetën tonë në pozicionet e liga. I liga është ai i cili nuk i njeh meritat të tjerve, edhe me i liga është ai i cili tenton t'i përvetsoj ato merita pa qenë të ti fare. Populli jonë ka rezistu. Do të rezistoj me lejnë e Zotit, sepse këtë rezistencë nuk e bën për politik, nuk e bën për të hyrë hatër askujt, por e bën për shkak se janë parime të cilat Zoti i ka vendos të jenë themel i një shoqërie, e shpërblimin për këto e presim tek Zoti fuqiplot. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhaleshanu pas mëshirën e rahmetin e tij.